Reforma në drejtësi përbën një nga nismat më të rëndësishme për vendin që pas rënies së komunizmit, por si çdo reformë ndërmarrë përgjatë periudhës së tranzicionit, ajo rrezikon të deformohet. Përvoja e këtyre 25 viteve e ka dhënë vazhdimisht këtë shembull. Sistemi gjyqësor vijon të jetë i kapur nga mazhoranca e radhës në pushtet. Duke qenë e varur nga politika, drejtësia ka prodhuar një rreth vicioz të korrupsionit përmes një marrëveshje të heshtur me politikën. Kjo marrëveshje ka ushqyer fenomenin e korrupsionit si brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë. Duke pasur në sjetull gjyqësorin, partitë politike kanë sjellë në parlament deputet me të shkuar kriminale. Miratimi i ligjit për dekriminalizimin ishte një hap pozitiv, por pas politikës, radhën e ka gjyqësori. Për të iniciuar këtë reformë është dashur ndryshimi i kursit dhe i gjuhës politike të faktorit ndërkombëtar. Ata kanë dalë hapur, duke thënë se njerëzit e korruptuar duhet të largohen një herë mirë nga sistemi i drejtësisë. Prova ime për korrupsionin është shumë e thjeshtë. Nëse keni marrë ndonjëherë para ose favore në shkëmbim të një vendimi gjykate, jeni një gjyqtar i korruptuar. Edhe nëse e ke bërë këtë vetëm një herë, ke thyer ligjin dhe nuk je i përshtatshëm të shërbesh si gjyqtar. Një kriter tjetër shumë e thjeshtë, nëse ulni kokën dhe shihni kyçën e dorës dhe mbani një orë që kushton më shumë se makina ime, ka të ngjarë të jeni një gjyqtar i korruptuar. Të gjitha raportet që janë bërë që nga ato të Këshillit të Evropës e deri nga ato të fundit që ka bërë për shembull Komisioni Evropian, të gjitha flasin qartë për atë që qytetarët shqiptarë dinë fare mirë, që sistemi i drejtësisë në Shqipëri fatkeqësisht është një nga më të këqijtë në të gjithë Evropën. Kur perceptimi i publikut konfirmohet nga ekspertët e huaj, atëherë ka ardhur koha që për ndryshime radikale dhe ne të gjithë shpresojmë shumë që kjo reformë do t'i sjellë këtë. Përballë akuzave, përfaqësuesit e sistemit gjyqësor përpiqen të mbrojnë njëri tjetrin. Ne gjyqtarët jemi njerëz të përgjegjshëm dhe pjesa më interesuar e shoqërisë shqiptare për ta çuar deri në fund reformimin e sistemit gjyqësor. Në këtë mënyrë, le të shpresojmë të jepet fund përbaltjes përgjithësuese ndaj gjyqtarëve, e cila është një ndër shkaqet që po e bren sistemin tonë drejtësisë. Akoma më i vështirë bëhet sot puna e gjyqtarit në kushte kur sistemi i drejtësisë është një proces reformimi të thellë dhe ku akuzat mbi pushtetin gjyqësor vijnë nga të gjitha drejtimet, akuzat të cilat për mendimin tim në shumicën e rasteve nuk janë të bazuara. Opozita e sotme, e cila është aq përgjegjëse për situatën në drejtësi me keqeverisjen e djeshme, kërkon të fitojë kapital politik. Prononcimi i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një paralajmërim i fortë dhe padyshim i adresuar nga një vend mik për gjithë zgjatimin dhe përfaqësimin politik të krimit në Shqipëri. Është një sinjal i fortë dhe një inkurajim i madh për elitën e papërlyer politike, për prokurorët, për gjyqtarët me integritet, për qytetarët shqiptar, pa kontributin e vendosur të cilëve nuk mund fitohet betejë me krimin. Në publik, klasa politike shprehet se është e gatshme ta realizojë reformën, por përvoja e saj politike lë shumë pak për t'i besuar. Është përgjegjësi në radhë parë e kësaj shumice të votuar nga 1 milion shqiptar që të çojë përpara një proces për të cilin shqiptarët nuk janë të ndarë, por janë plotësisht të bashkuar. Nuk kemi përse të paragjykojmë as opozitën dhe as një faktor tjetër politik. Mendoj se të gjithë kemi pranuar dhe kemi vlerësuar si mjaft të rëndësishme për të respektuar jo vetëm parimet e shtetit të së drejtës, por edhe themelet e kushtetues sonë për të dëgjuar dhe bashkëpunuar me Komisionin e
Venecias. Tërë kryetarët e partive kryesore politike janë kundër reformës së drejtësisë dhe nuk kanë interes për ta bërë këtë gjë, sepse thelbi i reformës së drejtësisë është ndryshimi i njerëzve të deleguar që ata kanë, sepse njerëzit e deleguar politikisht me mandat politik në drejtësi kanë qenë baza kryesore e korrupsionit politik, që pastaj kaloi edhe në korrupsion ekonomik duke fituar imunitet politik. Kush I trembet më shumë reformës në drejtësi? Unë e di kush. Ministrat e korruptuar, deputetet kriminal, gjykatësit e paaftë dhe prokurorët që marrin parat tuaja por kur nuk e ndjekin penalisht dikë. Këta persona duan të vazhdojnë të mbushin xhepet e tyre me parat e popullit shqiptar. Mendoni për ta sa herë të dëgjoni që këta njerëz e kritikojnë reformën në drejtësi. Pavarësisht rezistencës së elementëve politik dhe atyre të gjyqësorit, situata ka arritur pikën e vlimit. Ndaj politikës shqiptare, I duhet I bindet presionit të faktorit ndërkombëtar, I cili ka cënuar në shumë raste edhe sovranitetin kombëtar me ndërhyrjet e vazhdueshme, por ai shihet si shpresa e vetme e realizimit të reformës në drejtësi. Është më tepër trashje e zullumit nga gjyqësori dhe presioni ndërkombëtarëve se sa thjesht një dëshirë genuine, do në sinqert e politikës. Ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar synon prishën një sistemi korporate në drejtësi. Nuk mund të hysh në be, pra të bësh të edhe shapamtej, pa të reguar përmirësime të ndjeshme në këtë sistem. Faktori ndërkombëtar, këto gjëra I përdor për ta vënë në provë politikë. Sepse I thotë, një nga aspektet që tregon të lidhjes politikës me krimin është dhe kjo. Atëherë thotë, a ke fuqinë ti të shkputesh për kësaj? Prandaj edhe këtu është një reformë ku pa një presion popullor një dhe ndërkombëtar dy, sigurisht s'mund të shkojë në vendin e dur. Politikanët do ndeshin me sistem që do I kërkojë, siç ka ndodhur në Bullgari, Rumani, Kroaci, do I kërkojnë burimet e financimit, vilave të tyre, pasurive të tyre dhe të jetës tyre luksoze. Dhe të ndodhur përpara kësaj situate, secila prej tyre po mundohet të bëjë rezistencë. Por vetëm mundësi që të luftojmë korrupsionin të vend është të kemi ekspert amerikan në vlerësimin e individëve kush janë korruptuar. Me gjithë insistimin e diplomatëve të huaj, eksponent politik të opozitës thonë se reforma ka dështuar ende pa nisur, pasi sistemi gjyqësor sipas tyre ka rënë prej qeverisë Rama Meta. Reforma ka patur dhe ka që në fillim një kundërshtar të egër dhe si që faktuan zhvillimet, ky është Edi Rama. Edi Rama vendosi procesin e reformës mbi baza ultra korruptive. Emroi aty ekspert dhe në parlament individ në konflikt flagrant interesi. Nuk kam asnjë fije shprese tek reforma për drejtësi. Se qëllimi I qeverisë është qartësisht kapja e sistemit dhe jo reformimi I tij. Dhe këtu bëhet fjalë për një tardhje 20 vjeçare, sepse e dorëzuar te qeveria, drejtësia është që tani. E gjitha. Një zë I arsyeshëm brenda mazhorancës u tregon një rrugëzgjidhje klasës së korruptuar politike për të kryer reformën në drejtësi. Ka aq shumë njerëz me të shkuar kriminale këtu, saqë nganjëherë mua vetëm duke vetë sikur jam kushte para burgimit. Edhe kjo s'është për të qeshur. Dhe padyshim besoj që është në turpin atyre që I sollën. Sot shkon burg si shofer se shkel semaforin. Shkon burg si student se proteston. Shkon burg si një klient se s'ke kupon tatimor. Shkon burg si fukara se të prishet atij shtëpisë dhe ndërton të nesër me paleje. Shkon burg si konsumator se s'ke kupon. Shkon burg si sipërmarrës se si ke paguar gjitha taksat. Shkon burg dhe si gazetar se ose thuat vërtetën ose deformon vërtetën sipas kutit të propozuesve. Po mi pyetja është, po si politikana, shkon në burg, deri tani s'kjo, s'ka ndodhur. Nëse ka një punë që ne s'mund t'i ikim dot, është reformimi I drejtësisë, jo vetëm si kusht I Bashkimit Evropian, por në fakt si një shpagim I jone. Ky duhet të çështë ndërgjegje jone, sepse ky parlament ka vetëm një shans që të lajë llogarinë me zgjedhësit e vet, me cilët është në borxh,
duke reformuar sistemin e drejtësisë. Dhe ne jemi vetëm klasë politike në Evropë, po të doni, të cilës po i ikin zgjedhësit e vet. Pra besoj që ka ardhur koha për të ndëshkuar veten tonë. Ka ardhur koha që në vend shqiptarëve ikim ne. O të dorëzohemi papunësisë, o të dorëzohemi drejtësisë. Edhe në fakt rrugë tjetër apo rrugë tretë nuk ka për ne. Mungesa e bashkëpunimit të institucioneve është një defekt i madh që mund të çedojë këtë reformë. Në ka një defekt të madh, një disfunksion të madh. Organizimi dhe strukturimi institucional shtetëror në Shqipëri është mungesa e bashkëpunimit të institucioneve. Me këto që janë, me këtë numër të shtuar, me shumë gjasa, ky bashkëpunim nuk do të jetë ai i duhuri, i kërkuari. Një tjetër element për seriozitetin e kësaj reforme është edhe mungesa një diskutimi të gjerë publik. Unë kam parë për shkak me shqetësim se si trupa gjyqësore, grupi i avokatëve dhe trupa e prokurorisë kanë dhënë mendime minimale. Dhe secili prej tyre ka dhënë mendime vetëm për fushën e tyre respektive, në interesin e ngushtë nuk kanë arritur të japin mendime më zgjeruara për gjithë sistemin e drejtësisë. Për më tepër, ne kemi numrin më minimal historik të deputetëve juristë në parlament, kështu që nuk kanë kulturën e nevojshme juridike për të qenë pjesë e procesit. Dhe nga ana tjetër, pjesa akademike është tërësisht e shputur për arsye sepse në strukturën e drejtësisë vendi i tyre do jetë minor. Shoqëria civile ka qenë nëse kemi parasysh NGO-të specializuara, do të ka pas një lloj distance. Por media ka qenë, të themi, më aktive, duke u bërë edhe si ambient ku është bërë një farë mënyrë debati, po jo e futur thellë për çështje kapilare. Tu s'është puna se sa transparent është në debat, sepse përderisa flitet për ekuilibrat, mënyrat e zgjedhjeve të tjera, rëndësi ka që palët që do jenë gjithmonë dy palë, opozit, rëndësi ka që asnjë mos të tërheqë na vetja. Ktu është e rëndësishme. Biles dhe gjykatësit vetë, deri këtu, apo vetë institucionet, janë të interesuara që paketat garantoj në letër një balancim sa më të mirë, një mbrojtje sa më të mirë të institucione nga ndërhyrjet politike të qëllimshme. Për t'i dhënë fund klaneve në gjyqësor, nevojitet konsensusi institucional dhe ai politik me kusht që të mos dëmtoj reformën në drejtësi. E katranosën 25 vjet, tashti nuk mund të çbëjnë atë që kanë bërë vetë keq. Konsensusi duhet t'i shërbejë reformës dhe jo reforma të sakrifikohet për hir të konsensusit. Shkatrimi i këtij rrethi vicioz në drejtësi do të kërkojë sakrifica të mëdha, kur vetë politikanët janë pleksur në një konflikt të hapur interesi me pushtetin gjyqësor. Reforma prek një sër elementesh, prek pushtetin e presidentit të Republikës, prek sistemin e profesus mazharancës, përmes votave në parlament, prek rolin e qeverisë, ministrit të drejtësisë, KLD-s dhe i sër strukturash tjera. Janë reduktuar kompetencat e presidentit të Republikës, edhe drejta e tij për deleguar 3 antarë në gjykatën kushtetuese është deri diku fiktive për shkak se detyrohet ta marrë një listë gatshme dhe brenda asaj liste të bëjë dekretimin. Referuar ndryshimeve që na kanë ndodhur në vitet e kaluara, të gjitha individët që janë larguar nga sistemi i drejtësisë kanë hyrë në politikë dhe kanë arritur bëhen dhe ministër drejtësie. Ky lloj pakete kushtetuese nuk e parandal këtë situatë dhe nuk na jep garanci që të korruptuarit e sistemi nuk do hyjnë politikë për të marrë vendime politike. Politika me gjyqësorin janë në luftë me njëra tjetrën dhe në bashkëpunim me njëra tjetrën. Pra dhe duhet bashkëpunojnë për luftu korrupsionin si fenomen e merallë, po në ana tjetër edhe duhet të përplasen sepse politikës i kërkohet pastroj drejtësit, drejtësis i kërkohet pastroj politikën. Pra ka një rreth vicioz në këtë ndërveprim i cili u vu shumë në diskutim pikrisht me ndryshimin kushtetues të 2012-s, pyetja bëhet na do niset. Drejtësia duhet pastroj politikën, që pastaj politika të pastroj drejtësinë, apo politika pastron drejtësinë, që pastaj të pastroj politikën. Kjo është dhe ajo që e bën gjithmonë reformë drejtësi, kur sheh që i kërkohet ta bëjnë ata që e çbën drejtësinë, thojza, pra që ndikuan për të çuar në këtë nivel korrupsionin, patjetër që ka një skepticizëm. Kjo reformë drejtësisë synon që drejtësia themi të mos jetë në tutelën e politikës. Deri tani kemi një konflikt të themi interesi. Deputetët zgjedhin antarët e gjykatës lartë
antarët e gjykatës së lartë shkojnë me kritere shumë të papërcaktuara, mjafton të jesh jurist etj etj, dhe nuk shkon kualiteti dhe nuk ka shkuar kualiteti. Dhe gjykata e lartë gjykon deputetët. Ministri i Drejtësisë premton se të gjithë përfaqësuesit e gjyqësorit që abuzojnë me ligjin do të përballen me drejtësinë. Do kërkoj çdo lloj inspektimi së bashku me në rastin e gjyqtarëve me Këshillin e Lartë Drejtësisë, por në rastin e prokurorëve do kërkoj dhe do ushtroj inspektime për çdo rast ku shqetësohet publiku. Çdo ankesë e publikut është detyra ime ta verifikoj. Kemi plot dosje në tryezë, këtë punë kemi, t'i marrim, t'i verifikojmë dhe të ushtrojmë detyrën ligjore që kam në bazë të ligjit për procedim disiplinor. Reforma në drejtësi po varet gjithnjë më shumë nga tekat e çastit të politikës, pasi është dashur edhe një herë ndërhyrja e ambasadorit amerikan për të rikthyer në tryezë ekspertët e opozitës. Pranimi i kushteve të pretendimeve të opozitës bën që puna e tyre të rifillojë sërish nga e para, duke marrë si dokument bazë rekomandimet e bëra nga Komisioni i Venecias. Në Shqipëri, reformim dhe deformim nuk është se janë shumë larg praktikës. Do të ketë një konsensus që të mos preket themi produkti i ekspertëve, apo do të ketë një vullnet politik për të hyrë dhe për gjetë prapë një farë mënyre kompromise. Duhet një vullnet për të ndërtuar institucionet pavarura. Çfarë kërkohet është një drejtësi e shpejtë, eficiente dhe e barabartë për gjithë, dhe jo kush i ka mundësi domethënë të dalë një korsi shpejtësie dhe kush nuk i ka mundësi të rrinë rradhë dhe të vuajë. Të luftë ku gjithkush përpiqet të tërheqë nga vetja, veçanërisht opozita, të paktën paketa në letër dalë në rregull. Pra të jetë një diçka arsyeshme, jo dhe jo me arna, gjë që funksionon. Dhe gjyqësori kur sheh që vullneti politik dhe opinioni publik i mëshon ndershmërisë, i mëshon të drejtës, pra është më në përkraje të së drejtës, ndron dhe ai, ndron dhe pa ndruar njerëzit. Gjithë reforma rrezikohet nga mungesa e vullnetit politik të palëve për të arritur një paketë ndryshimesh të votuara, apo sidomos për të jetësuar ndryshimet. Pala e cila nuk do përfshihen të proces dhe nuk do ta bëj këtë gjë, do bojkotoj, do jetë pala më me humbje, po themi atë që quhet imazh publik dhe sidomos në raport me partnerët ndërkombëtar. Deri tani nuk shohim një vullnet qartë politik tek dy palët politike. Themelore është ndryshimi i asaj që quhet sistemit politik dhe sistemit të klientelës që ndodhet në Shqipëri. Ne kemi sistem korruptiv, është klientelist, oligarkik, do thotë një kategori e caktuar qytetarësh të pasur dhe me pushtet ekonomik dhe politik kontrollojnë gjithçka dhe marrin vendime për gjithçka. Ata delegojnë drejtësi klientelën e tyre dhe klientela e tyre jep gjithmonë vendimin në emër drejtësisë në favor të tyre. Por të dhënë fund të sistemi, ne kemi nevojë për një rifillim të ri të udhëtimit të pluralizmit politik në Shqipëri. Realizimin në letër dhe zbatimin në praktikë reformës në drejtësi do të pastronte piramidën e korruptuar të gjyqësorit dhe përrjedhoj ato të politikës. Kjo do të krijonte një sistem funksional të gjyqësorit për të dhënë drejtësi të barabartë për të gjithë qytetarët shqiptar, por pjesa e errët e politikës dhe gjyqësorit prirë të bëjë rezistencë kësaj reforme, ndaj kërkohet përpjekja të gjithëve në këtë betejë. Kjo reform është reforma e vetme më e rëndësishme që prej rënies së komunizmit. Gjykatës, prokurorë dhe politikanë të korruptuar dhe të paaftë do t'i kundër përgjigjen kësaj reforme. Ne nuk duhet të lejojmë ata të fitojnë.